bashkëpunimin vepra të mira, madje edhe në nivelin minimal shkakton faljen e mëkateve. Thot pejgamberi alayhis salam, dhe çdo hadith të cilin e transmetojmë ders, inshallah taala është sahih pra. Mirë po, nuk e potencojmë çdo herë ndoshta këtë gjë, mirë po secili hadith që transmetohet është inshallah taala sahih. Ose e transmeton Buhariu dhe Muslimi ose ato të tjerat, për të kanë thënë dietarët se janë të pranueshëm dhe të vërtetë. Thot pejgamberi alayhis salam, "Bainama rajulun yamshi bi tariq", përderisa një njeri ishte duke ecur në një rrugë, e pa thot një deg që kishte gjemba, dhe u mendua dhe tha, kjo u pengon njerëzve të cilët kalojnë. E mora degën dhe e largoi prej rruge. Thot pejgamberi alayhis salam, "Fa shakara Allahu lahu fa ghufira lahu", thot Allahu subhanahu wa taala u tregua mirënjohës për këtë vepër të tij dhe ja fali mëkatet. Bashkëpunim me vëllezërit e tjerë, ja largoi vëllezërve një pengesë prej rruge. Ndoshta diçka që në syrin e shumë prej nesh është ndoshta një vepër që as që meriton të humbë me të kohë me atë vepër. Për këtë vepër Allahu subhanahu wa taala ja fali mëkatet. Andaj nuk bën që të anashkalohet asnjë vepër, sepse nuk e din se cila vepër do të jetë sebeb për të shpëtuar në ditën e gjykimit. Nuk e din këtë asnjëri prej nesh. Dhe shumë prej dietarëve të cilët kanë vdekur, subhanallah, i kanë parë pastaj nxënësit e tyre i kanë parë në ëndër dhe i kanë pyetur. Dhe kjo është shkak i devotshmërisë së tyre dhe i kanë thonë, si kalove pas vdekjes pra? Dhe janë përgjigjur se Allah subhanahu wa taala u ka falur. Dhe kur i kanë pyetur çka ishte sebepi i faljes së Allahut subhanahu wa taala, janë përgjigjur me vepra që në syrin tonë janë shumë vepra të vogla dhe jo të rëndësishme. Si ky në këtë rast i cili një deg me gjemba e largoi prej rruge. Allah subhanahu wa taala ja fali mëkatet për këtë. Apo ai tjetri i cili e pa një qen të eshtuar dhe i dha ujë, ja fali Allah subhanahu wa taala mëkatet për këtë. Kjo është niveli më i ulët i bashkëpunimit. Po madje bashkëpunim edhe me kafshët, Allah subhanahu wa taala ja fali mëkatet.